Territori i qarkut Kukës vazhdon të jeti përfshirë nga rreshje shiu me intensitet të lartë si pasojë e këtyre kushteve të motit. Të gjitha akset nacionale rrugore vazhdojnë të jenë në ndrysnimin e rënies së gurëve dhe të inerteve. Kompanitë të mirëmbajtëse kanë punuar për largimin e tyre nga traset e rrugëve, ndërsa në terren punonësit po monitorojnë situatën në rast të përkëtsimit të kushteve të motit nga rreshjet e shiut. Aktualisht, të gjitha akset rrugore nacionale janë të qarkullueshme normalisht. Nga Bashkia Kukës, Tropoj dhe Has nuk ka raportime për ndonjë problematik emergjente. Sa i përket furnizimit me energji elektrike, mungesë pati vetëm njësia administrative Margegaj Tropoj. Rreshjet e nisura 2 ditë më parë janë të mirë pritura për përmirësimin e situatës hidrike në kaskadën e Drinit, pasi për shkak të mungesës së rreshjeve të shiut dhe të borës, gjatë janarit dhe shkurtit ka pasur rënje të nivelit të ujit në Fiers. Pasi për shkak të mungesës së rreshjeve të shiut dhe të borës gjatë shkurtit dhe pjesës së parë të marsit ka pasur rënje të nivelit të ujit në Fiers. Aktualisht niveli i ujit në liçenin e Fierzës është 266 metra mbi nivelin e detit dhe prurët nga 2 lumenjt kryesor Drini Bar dhe Drini Zi janë të pakta deri në 90 metër kub në sekond. Hidrocentrali i Fierzës gjatë kësaj periudhe me rreshje ka punuar me turbina të alternuar për ruajtjen e rezervës ujore.